Kur më 5 dhjetor të 2024 u miratua ligji për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, Albulena Agjiu që atë kohë drejtonte Ministrinë e Drejtësisë, tha se në ligj janë adresuar shkeljet e evidentuara nga gjykata kushtetuese. Qeveria nuk ka përpiluar një projekt ligj të ri, por vetëm janë adresuar në mënyrë specifike çështje që gjykata kushtetuese i ka konsideruar në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Më shumë se një vit pas, gjykata sërish e ka rrëzuar ligjin. Këtë herë ka kontestuar procedurën në të cilën ai është miratuar në kuvend. Të premten, gjykata bëri të ditur se ka shfuqizuar vendimet e kuvendit për miratimin edhe të 12 ligjeve të tjera që u miratuan në procedurë të përshpejtuar, pa kohë përpara se legjislatura e teta përmbyllte mandatin. Vendimi i gjykatës kthen nga e para procedurën e miratimit edhe të ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, ligji për prokurorinë speciale e ligji për lojrat mesdhetare. Vendimi kushtetuesës ka nxitur një valë reagimësh për fshirat të ministrit në detyrë të drejtësisë Blerim Sallahu. Në reagimin e tij, ai ka kritikuar vendimin dhe ka theksuar se është jo ligjore, jo profesionale dhe jo etike që një ligj kaq me rëndësi për luftimin e krimit dhe korrupsionit të zyrtarëve publik të mbahet në sirtarët e gjykatës më shumë se një vit, vetëm për çështje procedurale. Vonesat të tilla cenojnë kompetencat ekskluzive kushtetuese të qeverisë dhe kuvendit në miratimin e ligjeve. Përfundimisht mund të themi se pavarësisht pengesave nga akter me qëllime të caktuara, konfiskimi i pasurisë së pajustifikueshme do të fillojë këtë vit. Procedurën e miratimit të ligjeve e patën kontestuar në kushtetuese deputet të Partisë Demokratike. Sipas këtij subjekti politik, gjatë vendimarrjes u shmangën afatet procedurale. Kjo parti ka mirëpritur vendimin e kushtetueses. Konstatimet e gjykatës kushtetuese nxjerrin në parë rëndësinë e veprimit opozitar të përgjithshëm të PD-s, e cila ka zgjedhur rrugën institucionale për të mbrojtur rendin kushtetues përballë një qeverisjeje që ka shfaqur prirje të vazhdueshme antikushtetuese dhe përqendrim të kundërligjshëm të pushtetit. Vendimi kushtetuesës është mirëpritur nga monitorues të punës së kuvendit që kanë theksuar se vendimet për to duhet të nisur nga e para. Duhet theksuar që asnjë nga këto ligje nuk u rrëzua për shkak të përmbajtjes. Gjykata nuk u mor fare me substancën e tyre. Ato u rrëzuan për shkak të shkeljeve procedurale sepse mënyra e miratimit kishte cenuar vetë thelbin e funksionimit parlamentar. Në seancën e 5 dhjetorit të 2024-s, kuvendi pati miratuar 20 ligje. Votimi u bë pa praninë e opozitës dhe duke u shmangur afateve të përcaktuara me rregulloren e punës së kuvendit. Rregulloria përcakton se shqyrtimi i dytë i një projekt ligji nuk mund të bëhet më herët se 72 orë nga dita e miratimit të tij në perim, edhe se kjo procedurë përjashtohet vetëm në rast të gjendjes së jashtëzakonshme. Por pa ndonjë gjendje të tillë emergjente, deputetët e koalicionit miratuan 13 ligje në të dy leximet.